World Trade Center, një nga vendet më të vizituara këtu në New York, në Manhattan. Vendi ku kanë qenë dy kulla binjake, të cilët u shkatëruan në vitin 2001 nga një sulm terrorist i cili shkaktoi rreth 2977 persona humbje jete dhe dëme të shumta ekonomike këtu në Manhattan. Aktualisht kemi një prej kullave e cila ka përfunduar në vitin 2014, ndërsa dy vendet e kullave binjake janë këto bashkë me emrat e personave që kanë humbur jetën, të cilët janë të rreth kullave ose vendit ku kanë qenë këto kulla. Si që thash pra, kjo është një prej vendi ku ka qenë një kull, ndërsa kulla tjetër është në krahun e djathtë ose pas meje, ja ku është edhe kulla, vendi ku ka qenë kulla tjetër. Ku shumë njerëz, shumë turist që vinë këtu në Manhattan, me patjetër vinë dhe vizitojnë këto dy vende ku tashmë janë thjesht një simbolik e memorjes. Ju përshëndes nga Manhattan.